Kishte në atë kohë që ka aparate ndërlidhjeje, do më thënë që një komand të lidhe me një komand tjetër, sepse dihet që madje unë kështu e kam menduar që edhe vetë ne kemi eksperiencën tonë, por është edhe eksperienca e partizanëve të Titos, që njësitë partizane luftojnë në zona të veçuara dhe vetëm mbasi harrinë e bashkohen dhe krijojnë një front unik, mund të quhet edhe neve e quajmë ushtri të rregullt, dhe u njoh nga gjermanët si ushtri i rregullt mbas Kongresit të Përmetit, kur jugu u unifikua si zonë e çliruar dhe pak a shumë filloi një luftë frontale. Kjo nuk është arritur, asnjëherë s'kanë qenë në kontakt fizik me njëri tjetrin luftarët e një zone me një tjetër. Ata përdorin në atë kohë edhe celularët e zakonshëm, po dhe celularët satelitor. E kishin dhe ato dhe abonime që bëheshin në Amerikë ose ishin këto mjete. Nuk e di sa kontrolloheshin me serbët. Ata kishin këtë frikë, sigurisht. Por, për bërë një komunikim urgjent që mbas një dite s'kishte më vlerë le ta merrshin vesh serbët, ishte e domosdoshme atë, i përdornin. Bile kam parasysh edhe kur vajta një shtab në përgjithësi pas lufte, nuk kam vajtu një lufte. Dhe thënë, ata kishin akoma antena që i varnin në për pemë të gjata shumë dhe që pastaj fustin në celular në mënyrë që dhe një sinjal shumë i dobët bënte punë për të komunikuar. Kam pasur mënyra të tjera. Këto kanë qenë dy rrugët. Dhe këtë ndërlidhje primitive s'mamdja se kanë shfrytzuar që shiko, hiq qafe Draganin ose... Ishin kaq të mëndë. Shiko, nuk ka ndodhur kjo, nuk është fenomen. Thash, ka ndodhur raste sporadike. Po, ishte një situatë ku po ndryshonte një sistem. Nga një pjesë e Jugosllavisë, siç ishte Kosova, dhe në atë pjesë të Jugosllavisë, edhe policia, edhe ushtria... Sidomos 10 vjeshin në fund. Ishin të gjithat jugoslavëve. Dhe tani po kalon të problemi, trupat e NATO-s ishin aty për të shuar çdo konflikt të mundshëm. Nuk merreshin dot, nuk e njihshin situatën, kështu i thash u krijuan kushte edhe për krime ordiner që mund të fshiheshin në emër të një lufte, pasoj lufte, më thash. Të gjithë ata që akuzohen, nuk flas për ata tani. Do më thënë, është ajo periudha e tranzicionit. Tranzicion që zjati o? Jo vetëm që u kaluan nga një pushtim në një administrim, se ndryshe ishte për shembull Shqipëria, iku pushtimi, po erdhi një pushtet tjetër me një herë që u mbivendosë. Ndërsa aty nuk u mbivendosë një pushtet tjetër. Ishte krijuar që në Beran, po pra, shteti ishte krijuar në Përmet. Dhe thjesht u instalua me një herë, sa largoi. Ndërsa këtu, nuk është se u instalua UÇK-ja, u instalua një administratë ndërkombëtare që ishte ngafët, nuk njifte terrenin, dhe në këto kushte krimi përfiton, apo jo? UÇK-ja, unë kam qenë në shtabin e gjyqërisë kur filluan bisedimet, dhe ka qenë një situatë e vështirë, për të çarmatimin e UÇK-s. Sa po kishte marrur lufta, për një herë ata e kuptuan aleatët, dhe ishte mirë që UÇK-ja mos ishte më ushtri. Pse ka për pozicion në ushtri se e kishë marrë NATO-a. Dhe natyrisht komandantët e kundërshtuan, po jo, pse donin të bënin krime. E kundërshtuan se kishin luftuar, kishin rrezukuar jetën dhe tani pa pritur, vërtet akoma s'ishte shumë e qartë, nëse do ishte Kosova e pavarur, nëse tash, dhe ata donin që t'ishin më të sigurt se sa pa armë. Kjo ishte ideja. Pastaj u morën gjithë komandantët u çuan në Washington. Aty një 2 javë, derisa erti, se mund t'i çarmatoste NATO-a, po nuk donin konflikte të reja, se donin një ushtri partizane që s'ka një komand vertikale që thot po do të çarmatosen. Një grup atje, kjo bile është një provë që ushtria nuk ka qenë ashtu siç mendohet një ushtri e zakonshme, prandaj nuk mund t'i akuzosh komandantët për gjëra që kanë ndodhur. Profesor, edhe një ushtri si ajo gjermane e luftës dytë botërore, mbas firmosjes armëpushimit dhe dorëzimit pa kushte, Korp Armata e Pragës refuzoi dhe ka vazhduar luftimet disa ditë më vonë, refuzoi të dorëzojë. Pra, edhe një ushtri tepër e centralizuar si Wehrmachti gjerman, kur edhe puna ka, sepse lufta i ka këto çuditëra. Pra, kjo është një provë.
Edhe Gjermani nuk ka qenë thjesht ushtri. Jo Abveri, jo SS-ët, jo kanë pasa bishtat të tjerë. Edhe këta, edhe kur vjen puna në një moment tranzicioni, rëndimi. Ajo ushtri që historikisht mbahet si ushtria më disiplinuar, pse, vërtet ishte tillë. Ata faleshin për Hitlerin. Edhe në gërgjët e Shqipërisë. Por edhe kanë ndodhur gjëra. Ma që shumë kjo. Po e lidhë gjithmonë me akuzat janë tani në fund, që po akuzohen që nuk kanë qenë të zotë me mbajt në disiplinën e dur ushtrinë e vetë që e konsideronë ushtri, për dalëm se kjo është problemi. Këtë tha dhe Amerikani. Edhe Amerikani këtë tha, a i zvënë sekretar, nuk mund të di, a i mirë ka bërë që ka thërë mos më detyroni të hapë sekretet, po s'ka një sekret madhë për mua, lidhu me çështjen. I ka sekrete sa duash, se si u zhvilluan situatat, pse, qysh, tek, po jo për çështjen konkrete. A i e tha, pak të në keneve nuk e di ke gjykatësit, ka zënë vënd kjo punë. Okej, për ashtë më thashën u morë është, për Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin. Shiko, Recepi ka qenë komandant zone. Jakubi ka qenë zëdhënës. Kadriu ka qenë drejtori i shërbimit sekret. Ti me mend tani çfarë shërbimi sekret ka një ushtri partizane. Por ata u munduan që t'i japin formën e një ushtrie që po luftonte, se tash. Ata kur e filluan luftën, asja u merrte vëmendje që do vinte puna një ditë si ajo që ndodhi, që ata të ishin zot të vendit dhe të kishte ca trupa të huaja. Unë e di... Do më thënë ata i hynë luftës... Ata i hynë luftës... Për me vdek, si thonë. Praktikisht për me vdek, për ato objektivat që kishin pasur gjithmonë. Sepse askush se mendon të që do... Ta detyronin... Asnjëherë asë shtruar ky problem në fillimin e fare. Ngjarjet ndodhen të tilla. Dhe pse? Gabun serbët rënd. Genocidi që donin bënin në Kosovë nuk u pranua. Unë nuk u... Po patë kohë, kështu e kanë vënë emrin kudo një plani që kanë gjetur, po ajo që ndodhi, përzonja 1 milion serbë e kosovarëve në Maqedoni dhe kryesisht në Shqipëri, është e genocid, për ta pasur më shumë të vetëm Kosovën se sa kështë qëndëri atëhere. Dhe vranë njerëz. Në Reçak që hera parë, kur dhe dëshmimtari Amerikanë, vajti dhe pa, a i që ishte si shefi i vëzhgimit... Walker, ambasadori Walker. Se bajmë në temra të nëse ka kaluar shumë kohë. Dhe parime emra se janë shumë të rëndësishme, janë fenomenet dhe ngjarje. Për masakrën e Reçakut. Gjithë perëndimi u habit. Si është të mundur. Vranë qytetarët e Republikës tyre, në fundit. Dhe njerëz s'kishin bërë me luftën fare. Aty filloi kthesa, që perëndimi vërtet e konsideroi këtë luftë si një luftë qytetare. Dhe pas pak kohë, këta njerëz i konsideroi aleat në një problem të përbashkët, shpëtimin e popullsisë kosovare nga një genocid i mëtejshëm.